sepse ne Zoti na i ka dhënë. Tani këtë që na ka dhënë Zoti, si mundemi jo ta paketojmë, se paketim do thotë ti vesh ritin edhe mbar ta ofrojmë në dritë dielli që kjo është. Hajde dhe kjo kushton. Nuk mund ta shes Shqipërinë të lirë, sepse Shqipëria e lirë nuk është as për shqiptarët vet, por për çmimin që ka. Hajde ta ofrojmë. Përshëndetje të dashur miq, një përshëndetje në fakt që po e bëj me shumë kënaqësi për faktin e thjeshtë se kam në studio jo një mikesh, po një mikesh shumë të vjetër, një shoqe, një kolege, një motër, e cila sot po më kthen qokën në një farë mënyre, Në të gjitha mënyrat. Në të gjitha mënyrat, të dashur miq. Ajo është gazetare, shumë e mirë, shumë e vjetër, gazetare race quhen, ato të llojit të saj. Ajo e njeh shumë mirë ekonominë, por me kaq dashuri, me po kaq dashuri, trajton edhe turizmin, kështu që si mund të mungonte në studion time Mirilda Tili. Si mund të thoja jo unë ftesës tonë Flor. Kjo sepse e para përgëzime për In the Flow Talks, nga që na rrëmben jeta e përditshme dhe edhe kur bëjmë sikur flasim gjëra të mëdha, nuk flasim për gjëra të rëndësishme. Kështu që ke marrë kohën tënde për të thënë gjëra të shtruara dhe përgëzime. Dhe di kush është e bukura? Nuk kemi përzgjedhur as temë sot, sepse të ndërtosh një bisedë, po themi konstruktive për turizmin, mirë është që të zgjedhësh një temë ose një argument mbi të cilin pastaj të diskutosh edhe të japësh mendimet e tua, pro dhe kundrat. Mirë, po thash le ta bëjmë kështu free flow. Por shiko, kjo nuk është edhe aq e pamenduar si temë, sepse ne prej kohësh kemi diskutuar sfidat e turizmit dhe prej kohësh kemi pasur shqetësimin e kahershëm që pse gjërat nuk ndryshojnë, se si ju në natyrën tuaj dhe në punën tuaj që këngulni për të shkuar gjërave në fund, ku bëni sugjerime, propozime, ofroni platforma dhe pastaj pas X kohë shikoni që të gjitha këto jo nuk janë dëgjuar, por nuk janë reflektuar, njerëzit vuajnë nga të njëjtat shqetësime, kanë të njëjtat problematika dhe të njëjtat sfida, dhe thua, po apo ndryshon gjë? Dhe kur gjen një temë thua që apo ndryshon gjë? Po, domethënë me shumë, si më thon ti, shumë rehat, mund të marrësh një kronik të 10 vjetëve më parë, ta transmetosh sot në lajme, në televizion dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Pra, jemi duke trajtuar gjithmonë të njëjtat probleme, rrugët, që mos t'i përmendim rrugët tani se jemi edhe në fazën e shkatrimit total, domethënë që nuk e di në fazën e të qarës me OI. Unë shpeshherë rri e mendoj dhe them, Shqipëria po kalon një fazë që ka zhbër të gjitha fjalët e urta ose shprehjet frazeologjike që ekzistojnë. Për shembull, ke parasysh atë shprehjen e mori lumi? Do të thonë, dhe kjo është në kuptimin e dytë të fjalës, kurse ajo ka kaluar gjithçka në kuptimin e parë të fjalës. Pra Shqipërinë e ka marrë lumi. Shqipëria po shkërmoqet. Do të thonë, Shqipëria literalisht po shkërmoqet. Ose po na shket toka nën këmbë. Do të thonë, të gjitha këto që janë shprehje frazeologjike, ne i kemi kthyer në kuptimin e parë të fjalës. Çfarë po ndodh Mirilda? Po ndodh që ne njerëzit, pra ne, unë në vetë të parë që të mos kemi këtë teorinë e mëkatit kolektiv, se nuk mund të jemi përgjegjës ne për mëkatin kolektiv, po për mëkatin personal jemi vetë përgjegjës. Dhe unë si individ, unë si Mirild, jam kontributore në këtë histori, si të ndërtimit edhe të prishjes. Pse? Nëse unë si Mirild jam një qytetar dhe një qytetare që respektoj rregullat. Pra nuk jam e para që përtoj t'i hedh mbeturinat te koshi, por i le tek deraja se do vija ajo zonja që pastron pallatin të Mimari. Ndërkohë që në atë pallat ku jetoj mund të ketë edhe disa Airbnb dhe ai turisti që vjen i shikon këto plerat në dyert e shtëpisë. Ndërkohë që gjithë bota ka shkuar në ndarjen burim të mbetjeve. Dalim në rrugë, nuk respektojmë radhën, kemi trotuar që kanë emra të trotuar, por nuk funksionojnë si të tillë. Përpara padrejtësisë. Pastaj kanë shkojmë gjithkohën me refrenin ç'më duhet mua. Jo vetëm heshtim, por ne sponsorizojmë le të themi këtë korrupsionin e vogël. Nuk po shkoj tek këto korrupsione galopante, rrugët po na shëmben. Jemi duke folur për gjenezën, për qelizën. Pra jemi në spital dhe ka buajmë roje, ndërkohë që spitali ka orar. Ti s'ke pse do të hysh më herët kush je. Nëse ka rregulla, do thotë që duhet të zbatosh. Pse kërkon këtë benefit? Pra jemi ne këta njerëzit, të cilët flasim edhe për gjëra të mëdha,
flasim në kafe, nuk flasim asnjëherë atyre ku duhet, nuk marrim asnjëherë mundimin të bëjmë shkresë zyrtare për ta çuar. Dhe pastaj dita e votimit është kulmi i përgjegjësisë tonë që e përdorim ashtu si përdorim. Po qëndrojmë tek mbetjet edhe po flasim tani në rrafshin turistik. Mbetjet kudo në Shqipëri me një situatë galopante, alarmante dhe galopante njëkohësisht, të cilat shoqërohen shpesh herë me projekte gjigante të inceneratorëve që nuk ekzistojnë, të landfilleve që nuk ndërtohen ose ndërtohen keq, ose ndërtohen mbi zona ku dikur për shembull supozohet ose presupozohet të ngrihen një zonë banimi. Domethënë, po më thoshe pak përpara se futeshim në bisedë në studio që e kam gjetur përgjigjen se pse nuk ndryshojnë gjërat. Ke gjetur përgjigjen pse nuk ndryshojnë gjërat dhe do ma thuash, por zgjidhjen, atë po kërkojmë, zgjidhjen. Po pikërisht sepse edhe kur e dim zgjidhjen, edhe kur e dim modelin e duhur, ne nuk e bëjmë. Dhe kjo, edhe pse them që kam gjetur përgjigjen, është ne flasim gjithmonë për të njëjtat probleme, por harrojmë që ne nuk kemi traditë të sjelljes qytetare. Pra ne duam të ndryshojmë shpejt. E shprehim, e përtasim, por ne nuk të ndryshojmë dot sjelljen tonë shpejt. Ne kërkojmë një turizëm elitar, por ne kemi qenë një vend bujqësor. Tani hajde kërkoj fermerit të ofroj turizëm elitar. Nuk mundet do ta bëj, pavarësisht dëshirës, përpjekjeve, ka nevojë për kohën e vet që të kalojë këtë lloj stadi. E keq kupton totalisht konceptin e luksit, edhe të ofron fjala vjen një arredim të shtrenjtë të strukturës së tij, por nga ana tjetër nuk të ofron produkt cilësor ose produkt vendor. Domethënë, është i gatshëm ta blej mishin shumë shtrenjtë jashtë në Maqedoni, proshutën në Itali, verërat kudo në botë, por nuk përqafon gjithmonë, le të themi qasjen ndaj produktit vendor për ta ofruar thjesht sepse në fshat ose me qenë se përmend e fermerin, në fshat ose në fermë, luksi duhet jetë tek produkti i pastër lokal dhe jo tek arredimi me oredi të shtrenjta. Pra, që të mos përshëndetem, ne i kërkojmë fermerit të ofrojë turizëm dhe ai turizmin e kupton luks në arredim. Sepse ne nuk i kemi thënë fermerit, ri fermer dhe prodho produktin. Nxirr një domate organike, nxirr një djathë organik, një produkt të sinqert, kur them një produkt të sinqert, prej vërtetë siç është, jo thjesht me përzierje që ti të mos, pra ti kërkojmë fermerit të ri fermer, dhe ti kërkojmë atij që është studiuar jashtë, është trajnuar jashtë, ka parë, ka shëtitur të bëj menaxhim. Nga ana tjetër çka kam vërejtur, domethënë si antipodi kësaj, është që edhe kur fermeri e bën këtë gjë, pra e zgjedh të, le të themi, të respektoj tokën, të kultivoj ushqimin e pastër, ne ose ankohemi se është shumë shtrenjtë dhe shkojmë prapë tek restorantet më të lira, ose nuk e mbështesim duke me blerjen e këtij produkti të shtrenjtë. Domethënë pretendojmë që ka gjithmonë ose një shkallë abuzimi, ose një pamundësi nga ana jonë për të blerë një produkt të shtrenjtë, që sigurisht është edhe justifikueshme për nivelin e jetesës që kemi, por pra kjo ndodh për shembull zakonisht me artizanatin. Pra ti shikon në pazaret ose qendrat historiko-tregtare turistike të qyteteve tona të vizitueshme tashmë, pjesa më e madhe që dominon tregun e suvenireve për shembull vjen nga Kina ose nga Turqia, sepse produkti vendor, produkti lokal, suveniri i prodhuar këtu kushton, patjetër ka një kosto kohe pune dhe materiali origjinal, dhe në konkurrencë me produktin e huaj i cili vjen i fabrikuar dhe sigurisht shumë më i lirë, ne vetë e humbasim betejën. Pra, preferojmë që të blejmë atë produktin e lirë që ka ardhur nga Kina dhe jo produktin e artizanit i cili është lodhur dhe me atë do jetojë. Domethënë ai është përveç nesh, këtë nuk e bën as shteti që nuk e subvencionon me një pjesë të kostos, që aty që dali kostoja më e lirë. Kjo do të thotë që duhet të ketë një strategji dhe kryesorja një edukim të dolëm te strategjia e turizmit. Po do dalim jo vetëm tek strategjia e turizmit, tek strategjia se si do të menaxhohen këta banorë të këtij vendi. Më lejo të them, Flora, që një shqiptar shpenzon shumë më shumë kur del turist jashtë territorit shqiptar dhe shpenzon me shumë qef
Pra nuk i duket se e ka bler shtrenjtë një produkt, nuk i duket se e ka bler shtrenjtë atë magnetin e frigoriferit në mes të Vjenës, por nuk kur shkon në një qytet në Shqipëri nuk e ble një magnet të Beratit. Nuk e ble një magnet të Korçës. Pse? Sepse ne tashmë jemi bombarduar me një informacion që ti turizëm për jashtë. Por kur marketojmë Shqipërinë, e marketojmë Shqipërinë si një turizëm të lirë, por në fakt nuk është e lirë. Pra ne na duhet edukim. Edukim. Që edhe kur e shohim një produkt që mund të ketë një kosto pak më të lartë, ta dallojmë që nuk është një kosto që po na vjet, por është një kosto që mundi i entitetit ka bler. Po respekton mundin. Po pra, po duhet ta diun këtë gjë. Pra duhet jemi edukuar, e informuar, duhet jem edhe një ofrues turizmi elitar, po duhet jem edhe një turist elitar. Ne nuk dim të jemi turist në territorin tonë. Më bëri përshtypje, po kur kemi qenë në udhëtim në Taormina, gjithë rrugët e Taorminës ishin plot me dyqane patjetër, ku qeramika mbizotronte mbi çdo gjë dhe kishte që nga suveniret e vogla, që nuk kushtonin pak 3, 4, 5 euro, që nuk është shifër e vogël për një suvenir, ndërkohë që në Shqipëri jemi mësuar që t'i blejmë me 1 euro, ose që të shiten me 1 euro, ishin suvenire lokale, madje ato që kushtonin pak më shtrenjtë, tek paketimi kishin informacione shtesë, të tipit kishte një etiketë brenda, të shtypur ose të shkruar me dorë që thoshte ky produkt është prodhuar nga filan artizan ose qeramik punues, i cili ka përdorur këtë lloj balte që vjen nga kjo lloj zone e Italisë dhe që është prodhuar për në kaq kohë, pra për të prodhuar këtë suvenir janë dashur 2 javë me baltën e pjekur etj. Domethënë, kishte një informacion që personalizo, ishte një thuar që është një certifikat tek çantat firmato, për shembull që po themi zonjat edhe shqiptare kur blejnë produkte origjinale në treg kërkojnë atë certifikatën, etiketën, pra le të themi atë të autenticitetit. Në Shqipëri për fat keq nuk ka ardhur ende kjo situatë që për shembull nëse po shet një produkt lokal të prodhuar tërësisht në Shqipëri ose edhe me lëndë të para të huaja, sepse nuk i prodhojnë dot gjithë lëndët e para, por produkti është krijuar këtu me dorë, ai duhet të ketë nga mbrapa një certifikat autenticiteti që të kuptohet që 1 euro dhe 5 euro kanë një ndryshim shumë të madh sepse janë të pajisur edhe me këtë gjë. Më lejo të ndaj një eksperiencë udhëtimesh. Po, pikërisht tek artizani. Ne nuk kemi, domethënë edhe ato familje që vazhdojnë ta ruajnë me shpirt ndërdhëm, qoftë qëndistarinë, qoftë punimin e qeramikës, sepse fatmirësisht ende i kemi, por po shkojnë drejt zhdukjes, janë përballë një stuhie shumë të madhe të fabrikimit të gjërave. Por nëse ta individ do të shohin që edhe në vende të tjera të botës që kanë të njëjtat sfida, ruajnë ende familje të cilat i dedikohen artizanit, ndoshta do të merrni pas brezi, por ndoshta do të merrni më shumë guxim për të qëndruar gjës. Në kushtin e kaluar në Okinawa, ishulli më i veçuar i Japonisë, që është më afër Hawaiit edhe në tradit, kemi takuar një zotëri i cili prodhonte produkte në qeramik, pra gjithçka dhe kishte ruajtur atë vendin si para 300 vjetëve. Pra nuk kishte futur asnjë gjë teknologjike në fabrikën e tij dhe produktet e tij ishin super të shitura patjetër, po ishin me shumë zero nga pas që nuk mund ta bie dot lekt. Por kur e blija i thoshte, ke garanci 200 vjeçare për këtë produkt. Sepse edhe kur i ndiste furrat e pjekjes, i ndiste vetëm 2 herë në vit. Unë do t'i ndaj me ju pastaj për ndoshta edhe për të krijuar idenë e mbulimit më shumë kënaqësi. Dhe ai investonte 6 muaj që të piqej ai produkti dhe për ti duhet ta porosisje shumë herët. Dhe njerëzit që punonin për këtë zotërin, që ishte në moshë, ishin nga këta individë të cilët kishin shëtitur shumë për botë, ishin të pakënaqur me aventurat dhe aty shikojnë të gjithë si një proces meditimi, reflektimi, që ishin djemë dhe vajza të rinj. Më shumë si një proces shpirtëror se sa një proces material dhe mekanik. Po të shihje në 2025-ën gropën e baltës dhe atë mekanizmin prej drurit të lidhur si 300 vjet para, ti thua prita. Që edhe të hyje për ta parë ishte privilegj, se nuk për pastaj. Kështu që duhet edukim. Jam shumë dakord. E keqja është se në Shqipëri nuk është se na mungojnë vatra të tilla. Unë kam parë plot në Shqipëri, për shembull, tradita e mullinjve me gur, me drur, domethënë që ekzistojnë në zona të ndryshme të Shqipërisë, ndoshta përveç vullnetit duhet edhe një infrastrukturë ndihmëse për të shkuar tek destinacioni ose ajo
politika e subvencioneve që e përmenda pak më përpara, e cila nuk themi dot më që mungon, sepse tani ka shumë programe mbështetëse ose ndihmëse që vijnë kryesisht nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Ministritë tashmë e Kulturës dhe e Turizmit, me që janë të dyja bashkë. Edhe pse rruga për të shkuar deri tek subvencioni është një kalvar shumë i gjatë dhe shpeshherë fituesit janë të përcaktuar qysh në nisje, por le të themi që në emër të këtyre subvencioneve rrugë, për shembull turi i kullave, që me cilin është marrë Gizi këto 2-3 vitet e fundit, ka nxjerrë në pa, po themi tradita shumë të mira, të cilat po përpiqen që të na kthejnë pas në kohë, pra 1 ose 2 shekuj pas, për të provuar pikërisht atë eksperiencën e këtyre. E njëjta gjë mund të ndodhte edhe me produktin. Për shembull, ne po përpiqemi që të sensibilizojmë strukturat lokale në qytetin e Kavajës për të ringjallur artin e qeramikës. Arti i qeramikës në Shqipëri është që në kohën e Ilirëve ndoshta edhe më shumë më i vjetër, sepse le të themi që ka gjetje arkeologjike që e vërtetojnë këtë gjë, që është një art mbi 3000 vjeçar. Në Kavaj fatmirësisht ka familje të tilla, siç përmendet ti, ka Qaboaq Breza, është Ligori për shembull, që është kjo studio Kostrista, që është prezi i 5 i qeramistëve të familjes, dhe që po përpiqen t'u lënë fëmijëve, të cilët parimisht kanë rënë dakord që të shkojnë, pra të trashëgojnë profesionin e familjes dhe jo të kërkojnë gjëra të tjera në jetë për veten e tyre, qoftë si të ardhura, qoftë si ëndra ose pasione për të ndjekur. Ne po përpiqemi të nxisim, siç thash, aktivitete që lidhen, pra do bëjmë festivalin e qeramikës në 14 mars, që është dita e verës, që është prap një rit pagan, të cilin Kavaja dhe Elbasani kanë qenë 2 qytetet e vetme që e kanë festuar edhe në kohën e monizmit. Ka një rit 2 javor që quhet Llaxoret, shoqërohet me ditën e plisave. Domethënë, po të duash të rikthesh historinë dhe të ruash tradita, të cilat shkojnë baraz me produkte, sepse traditat shoqërohen nga produkti, jo vezët, jo ëmbëlsirat që dorovisnin këto verorja, këto këmborat e aktive, të cilat shërbenin për të shoqëruar këngën e Llaxoreve. Domethënë, pra, po të duash, mund të rijetëzosh tradita, rite dhe produkte të kohës së shkuar, të cilët të ruajnë identitetin, autenticitetin, do të rheqin atë lloj turisti që do blej më shumë, pra që është i gatshëm të paguajë. Tani cooking class për shembull është bërë modë. Dhe një pjesë shumë e mirë e hoteleve ose restoranteve që kanë kuzhinë tradicionale, po përpiqen ta fusin edhe si tur, pra si produkt turistik cooking class. Kështu që ka përpjekje, po pra vullnet ka dhe zgjidhje. Tani hajde si do të nxisim vullnetin. Si do i bëjmë atë qytetarin e Tiranës që e ka më të lehtë të presë një bilet avioni dhe të ikë në fundjavë jashtë Shqipërisë, që të ketë një qasje për të marrë makinën dhe për të shkuar në Shëngjergj. Në Shëngjergj. Ose në Baldush. Do thonë ju që dakord i duhet rruga më e mirë. Patjetër. Patjetër që duhet rruga më e mirë. Patjetër që duhet një infrastrukturë më komode. Mund të mos marrë makinën e vet, të ketë ture që të mos jeni edhe ka shumë makina në rrugë, pra mund të organizojmë. Ti e ke bërë këtë gjë kohët e fundit. Pra, ke marrë kalamajt, po themi, çantat në Kuris, shko te terminali, autobusi i parë që nisu. Ku do shkosh? Dhe është një eksperiencë shumë e bukur dhe që ja vlen të promovohet. Pra këtu e kam. Çfarë do të jemi mësuar gjithmonë të nisemi te dera e shtëpisë. Po jo vetëm kaq. Shiko, ne nuk jemi turistë të edukuar. As kur dalim jashtë, edhe kur dalim jashtë të shastisemi, dhe shumë normale të shastisemi, se fund fare prandaj po dalim të shohim, të bëjmë eksperiencë. Po sepse kjo është prandaj paguan ai sa paguan, që të marrësh një emocion që nuk e ke në përditshmërinë tënde. Por ne mund të japim emocione shumë të bukura vetes, edhe të kemi përjetime shumë të bukura, edhe kur ngjitim Persqopin, po, që ja ku është. Që Tirana duket sikur nuk ka asgjë, se thua çka ka Tirana është bulevard. Mirë, jo Tirana në qendër, të kuptojmë, se mos na ngatroni. Tirana, do të thënë pak jashtë e Tiranës, kanë
kanë vërtet perla natyrore, po edhe kulturore. Kanë edhe Jo, kulturore. po janë bërë ndërtime shumë të mira. Për shembull, ka dhe struktura akomoduese shumë të këndshme të ndërtuara. Që mund të qëndrosh aty të flesh një natë, pse jo? Të flesh një natë, po mund të mresh një Për të çadër. përjetuar diçka ndryshe në, le të themi, në se nuk është e thënë që ja ku është mbarojmë dhe kthehemi në shtëpi. Përvoja mund të përfshijë edhe darkën, fjetin, mëngjesin, zgjimin në fshat. Fjala vjen që është një gjë. Duhet të ndryshojmë pak edhe që ne bëjmë turizëm kryesisht për të ngrënë. Shkojmë të hamë drekën, shkojmë të hamë Këtë për fat keq. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Ndërkohë që do për të na duhet kohë, nuk mund të ndodhin brenda 10 viteve gjithë ndryshimet. Shiko, Nëse ne shkojmë, se do ngjitim atë majën, se do zhytemi tek ato ujëra, se do lakim këmbët tek ai lum, po, dhe pastaj edhe mund të ham bakti. Diku është okay, por për sa kohë ne shkojmë sepse atje gatuhet mirë, ka një gjë që nuk shkon. për fat të keq, edhe kur shkojmë jashtë, ka një tendencë për shembull për të bërë fotografi të përgjithshme në sheshe dhe rrallë shikon shqiptarë që blejnë ture, që shkojnë në muze, që vizitojnë një galeri arti, që shikojnë një shfaqje, një koncert, që shkojnë enkas për të parë një po themi një opera. Tani ndoshta s'duhet pretendojmë që të shkojmë kaq lart, por edhe një koncert të një këngëtari të zakonshëm, pra muzikës brezi i ri po e bën. Për idhujt e vet të këngëve, nuk po flasim për ata që pëlqejnë. Mirë, koncerti është një pjesë, për shembull, duke e bërë, dhe është pozitive. Të flas dhe unë nga një eksperiencë personale, ishim në Rumani, vizituam Bukureshtin, Brasovin, gjitha këto që ishin ishim në Rumani me gujt, domethënë me agjensive, jo ne vet. Dhe për të vizituar pallatin e Ceaușescut duhet të rezervoje, paraprakisht përndryshe ishte aq i mbushur dhe i programuar sa nuk ishte asnjë mundësi që ta vizitoje vetëm. Agjencia na e bëri të qartë gjithë grupit që nëse doni të vizitoni parlamentin rumun dhe 2 muze të tjera, nuk e di, është me rezervim. Përndryshe muzeet e tjera mund të vizitohen, pra Muzeu i Artit, Muzeu i atij Vlados e tjerë, atij Drakulës. Ne nuk e vizituam dot brenda, u futëm vetëm te holli qendror dhe tek kati i parë, nuk e vizituam dot sepse nuk kishim bilet me rezervim. Ndërkohë i gjithë grupi që ishte me ne në autobus, pra afërsisht 50 persona, përveç neve familjes me 4 persona, nuk u futën fare në muze, bën vetëm fotografi nga jashtë, dhe 3 orëshin që na duhej, prit se nuk mbarova. 3 orëshin që neve na duhej që ne në pamundësi për të vizituar atë, përfituam nga rasti dhe vizituam Muzeun e Artit, Bibliotekën Kombëtare, librarin Karturesti Karusel, që është një nga librarit më të bukura në botë në gjykimin tim, dhe kur u mblodhëm tek vend qëndrimi, pra ku do t'i hipnim autobusit, erdhi me çanta pazari. Gjithë grupi erdhi me çanta nga qendra tregtare. Pra, tani ç'të thuash? A kupton? Duhet edukohen. Nuk po them që jemi në stadin intelektual. Pra, unë nuk e konsideroj veten intelektuale, por nëse ke shpenzuar parat për një udhtim, a nuk është mëkat që të mos e vizitosh 1, 2, 3 muze, galeri arti, vepra të ndryshme që kanë nevojë për një bilet? Këtu rikthej sërish pikë fillestare, duhet të edukohemi. Dhe ajo çfarë ne po ofrojmë për edukim është një sfidë shumë e madhe, është sfidë në vete. Pra ti po thua tek sfidat e turizmit, tek sfidat është edukimi, se e gjeta dhe titullin. Deri ku do të gjejmë disa titull dhe pastaj do të themi këtë vendosim. Sfida ka pafund. Por sfida kryesore është ta thash, ne nuk merremi me mëkatin kolektiv, merremi me atë personali. Duhet të edukohemi, duhet të dimë të sillemi, duhet të dimë të shijojmë turizmin, të dimë ta bëjmë, të dimë ta ofrojmë, të dimë ta shijojmë kur na i ofrojnë dhe të dimë të shpenzojmë për ta. Ne ende sot e shohim turizmin si çështje luksi, por nuk është luks. Ne vazhdojmë të drejtojmë gishtin ndaj një familje që udhëton shpesh, që ata shpenzojnë para pamend sepse janë vetëm në rrugë. Domethënë, që të justifikoj këtë ma thosh shpesh. Unë pretendoj që jam një korçare shumë të shtrënguar, por kur vjen puna tek udhëtimet, nuk shpërdoroj, por patjetër që zgjatë udhëtoj, patjetër që zgjatë i çoj fëmijët diku tjetër, sepse më duket
shumë herë investimi i madh, ai 10.000 lekësh i ri në një fundjavë për fëmijët se sa ti blej 20.000 lekë të reja një telefon fëmijës që se do mbaroj punë. Dhe unë këtë nuk e kuptoj dot. Nuk marrok mendja këtë gjë. Pra nëse fëmijët e mi gjykohen për nivel pasurie sipas shumë ato që të kenë telefonin e fundit janë super barafanjak. Pra nëse statusi i tyre social do të përcaktohet nga vlera e telefonit ose e rrobave, do të konsideroheshin fëmijë shumë të varfër. Por nëse kalojmë për fat keq kjo është dominanca më e madhe në shoqëri, në tregun e statusit social ose se si ta quaj. Nëse fëmijët e mi do të gjykoheshin në nivelin e eksperiencave, jashtë dyreve të shtëpisë dhe jashtë aparaturës, fëmijët e mi është pasur. Dhe të pasur, të sfiduar, të rritur, që ka një tjetër model, që ka një tjetër qasje për të zgjidhur problemet e tyre. Qartë, shumë e qartë edhe pse nuk di tani, folëm për sfidat. Edukim, do me thënë, para përgjigja kryesore, pra, se ti the e ke gjetur përgjigjen dhe përgjigja është pikërisht kjo. Baza e gjithçkaje është edukimi ose sjellja, pra të mësuarit, do me thonë, të mësohesh me diçka dhe të duket si e zakonshme. Të duket si e zakonshme që ta kesh gjithmonë valiçën gati ose çantën e shpinës gati dhe të mos duket ndonjë gjë e madhe, për shembull kur ti e pret biletën. Tani jemi duke folur këtu që nëse do edukojmë të rinj, mos harrojmë se të rinj sot ndoshta nuk janë në kushtet ideale, sepse e qartë, pra si do edukojmë ne fëmijët tanë? Ore, ne si do edukohemi për të qenë turistë më të mirë, për të ofruar një turizëm më të mirë. Në rastin tim, unë si një gazetare ekonomie, si do të bëj një artikull për një fenomen të turizmit që të mos jetë diskriminues apo vetëm artikull qaramaj që ngre probleme, po të jetë një artikull që ofron zgjidhje dhe kërkon dhe llogari pse zgjidhja nuk është arritur. Pra, e kam tek edukimi personal individual i gjithë secilit prej nesh, nuk e kam thjesht këtë klishet të edukojmë dakord. Por unë jam gazetare, unë nuk mund të edukojmë dot si njëke që në rast se në grupin tim ndodh një incident i vogël të ofrojnë ndihmën e shpejtë. Aman si qytetari duhet të edukohem të paktën për të ofruar ndihmën e shpejtë. Prandaj duhet edukim. Ne duhet të jemi e thënë ndoshta shumë nga këto se duket si këto teoritë budiste, hajde flasim fjalë të bukura dhe të mira, po ne duhet të jemi qytetarë të mirë. Por nuk kemi qytetarë të mirë, nuk mund të jemi kur profesionistë të mirë, nuk mund të jemi kur ofertues turizmi shumë të mirë. Shqipëria ka burime të jashtëzakonshme. Unë kam pasur krenari të jashtëzakonshme ta prezantoj Shqipërinë një apo një edhe turin e kullave, edhe disa nga strukturat tona që janë model për të dhënë dhe kanë marrë turqitje pafund dhe nuk ndjesha as pak interiore. Të prezantoj Shqipërinë në mes të Japonisë. Sepse ne Zoti na e ka dhënë. Tani këtë që na ka dhënë Zoti. Si mundemi jo ta paketojmë, se paketim do thotë ti vesh rritin edhe ta ofrojmë në dritë dielli që kjo është. Hajde dhe kjo kushton. Unë nuk mund ta shes Shqipërinë të lirë, sepse Shqipëria e lirë nuk është as për shqiptarët vet. Por për çmimin që ka. Hajde ta ofrojmë. Po, rruga është e prishur zotëri. Edhe mbetjet rrugës i kemi, ama në të detin e kemi yll. Edhe hajde, dhe kur të vish ti turist, të mos mi hedhër, sepse këta turistët që na vinë nga jashtë, që na vinë me çanta shpine, janë të parë që i hedhin, sepse duket sikur çlirojnë gjithë frustrimet e vendeve të tyre, çlirojnë këtu. Kam përshtypjen që është e kundërta, se shpesh herë shikojmë në rrjetet sociale që janë turistët ata që i mbledhin mbetjet. Po se kemi edhe këtë çastin për t'i bërë turistët çik heronja, kupton? Jo se s'ndodhi. Nëse është propagandë, po kemi dhe shqiptarët sociale pastaj, kemi dhe shqiptarët, grupe shqiptarësh, grupe shoqërore që një fundjavë shkojnë në ambientalist. Por nuk është përgjegjësia e qytetarit të krijojë aksionet. Përgjegjësia e qytetarit është të mos krijojë mbetjet. E qartë. Edhe është detyrë e qeverive lokale. Tani unë nuk e di ku shikon, ne jemi këtu në procesin pula vezën apo veza pulën, sepse është shumë e vështirë të përmbash le të themi një fëmijë ose edhe një të rritur jo fort të ndërgjegjshëm që nuk i këndon ndërgjegja nga brenda për të mos e hedhur qesen ose letrën apo çfarë do lloj gjëje në një mjedis të ndotur. Kur ai shkon koman dhe shikon që uji është sipërfaqja të plot me plehra, ai thotë, po edhe unë shishën time thotë s'u bë qameti se mos duket ajo aty. Pra, ku është zanafilla e kësaj? Do të thonë, çfarë do presim të ndodh që të jemi, pra do presim që sipërfaqja të jetë pasqyrë,
Pastaj të edukohemi si në shtëpinë tonë, për shembull kur shtëpia është e pastër, ti sigurisht nuk i heq këpucët në mes të tapetit, ose nuk i hedh ato që po han tavolinë nuk i hedh poshtë. Sistemi i gjobës do të edukonte në Po si ta gjesh atë që e hedh shishen në koman ose atë që e hedh nga makina, si të kapet ai? Ore Atë se kapet. duke filluar tek gjobat në pallat. Se po e mori gjobën kësa del nga dera e shtëpisë për hedhjen e veteve, nuk i del koha të ose nuk e percepton dot të hedhë shishen. Jo, okay, dakord jam. Sepse frika ruan mbreshtin. Zvicra, që është shteti në Europë i pastër, e ka vendosur me sistem gjobe. Danimarka me sistem gjobe. Unë dhe më kam mbetur që nga koha që kam jetuar në Austri, të lash kavanozat, pra ble salcën, e lan, e than dhe shkon Pastaj e hedhën qelçi. Pra unë dita sot edhe kur i hedh salcë. i laj. Pse? Sepse ishte instaluar kamerat e koshit dhe filan familje E ka hedhur të palartë. dhe të vinte gjoba. Edhe kur vjen gjoba ke ose të mbyllet kare vetëm se ke hedhur plerat, e di si edukohen? Si më të mirë. Se kemi pra të Po sistem duhet bërë. kontrol. Po duhet bërë. Po çfarë bëjmë përpara i shkreti shtet të bëj rrugët apo të bëj sistemin e gjobave? Të mos bëj rrugët. Të bëj sistemin e gjobave që të edukohem unë dhe pastaj unë shkoj dhe ja shkoj në dhëmbët të shtetit kur bën rrugë tek këtij niveli. Sikur të shkojmë deri aty më mirë. Kështu që mua më duket pak. Nëse e di që erdhëm në fund të bisedës? E kuptove, jo, se shpejt. As ti se kuptove, as unë se kuptova, por megjithatë unë do të bëj dhe një pyetje të fundit, cilat shikon si sfida turizmi për 2026 dhe e shkurt. Pra, le të themi e përmbledhur me pak fjali, por sipas teje çfarë sfidash ka sezoni 2026? Ka përballje me marketimit me realitetin. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe. Ne e promovojmë shumë bukur turizmin në rrjete sociale, por duhet të ofrojmë shërbimin ashtu siç promovojmë imazhin. Në momentin që strukturat tona komunituse do të arrijnë këtë lloj barazimi dhe qeveria, qoftë ajo lokale, qoftë ajo qendrore, e ministrit, do të koordinohen dhe do ta kërcejnë vallën e Kukësit të gjithë shumë mirë, turisti që do të vijë këtu do të mbetet i kënaqur dhe do të rikthehet, sepse ne i sjellim për një herë, por nuk na vijnë për herë të dytë. Dhe kur nuk na vjen turisti për herë të dytë është sfidë shumë e madhe. Se kur vjen për herë të dytë shpenzon më me shumë dashuri, edhe më shumë Ose para. sjell miq, ose rekomandon miq, nuk është e thënë që të vi vetë se mundet që rëndësi ka. ai të jetë një turist që kërkon përvoja të reja dhe nuk ka pse të vijë sërish, por review me përshtypje të mira, sepse aty pastaj pra, sfida e parë është ajo çfarë ne promovojmë, po thua sfida është për afrimi sa më i madh i marketingut me realitetin. Nuk është sfidë e vogël. Mendoj që ky është thelbi. Sepse kjo lloj sfide do të uli në tavolinë. Se ngelëm duke thënë rrugët, dritat, uji, plerat. Shiko, turisti mund të vijë dhe të flerë çadër dhe nuk do as drita as uji. Po. Sepse ka ardhur të përjetoj këtë eksperiencë, ka ardhur të përjetoj të haj jufkat e dibrës me djatin e mishavinës, që janë produkte autentike shqiptare dhe jo të haj pasta me djatë gordozon. Po, ndoshta edhe për atë s'ka gjë, por ofrohet edhe ajo, po e rëndësishme është ofrohet kjo. Por që e kam fjalën të kuptova, ta përafrojmë dhe shiko, Shqipëria është magjike. Po siç kanë thënë, Shqipëria është e mirë pa shqiptarët. Jo. Unë nuk dua të jem këtu. Edhe unë nuk dua të jem këtu dhe nuk jam dakord fare me këtë. Ne shqiptarët duhet të ruajmë të njëjtin magji që ka Shqipëria. Dhe e thënë nga unë kjo duket hipokrizia e madhe, por po Shqipëria. Pse, nga që si, domethënë nga që je kryqëzuar, nga që jemi kryqëzuar, nga që jemi kryqëzuar duket si hipokrizi, por jo. Nëse ne do të arrijmë ta duam Shqipërinë për atë që Shqipëria është, vërtet do të ofronim shumë më shumë me ç'kemi kemi ofruar deri tani. Do më vish prap në studio? Jo, unë do thoja, a do më pranoni ti prap? Jo, domethënë e kemi pak të vogël, por mund thoshim që hajde ta moderojmë të dyja dhe të ftojmë 2-3 të ftuar të tjerë, bëjmë një tavolinë rrumbullake dhe t'ia përcasim muhabetit. Jo, ne do bëjmë diskutime cilësore që pastaj t'ia uzbardhim dhe t'ia u dërgojmë institucioneve, sepse diskutimet e këtij niveli nxjerrin gjithmonë ide shumë të mira. Se nganjëherë duhet vetëm vullnet, jo vetëm para. Patjetër që para duhet absolutisht, nuk kemi asgjë kundër, por duhet edhe vullnet, që ato para të shpenzojmë me dignitet. Të falenderoj shumë gjithashtu.
Të dashur miq, e mbyllëm edhe për sot këtë episod të In the Flow Talks. Ju presim në episodin e radhës. Mirupafshim.